Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i arrestuar që prej shkurtit të vitit 2025, në jo pak raste ka hedhur sulme dhe akuza në drejtim të kundërshtarëve të tij apo qytetarëve, në lidhje me origjinën, shkollimin e tyre apo dhe karrierën. Kujtojmë këtu rastet kur dilte edhe në për intervista e i drejtoi faqes satirike Lolita si Anisa e Vitkuqit. Pra, tashmë i arrestuari me 13 akuza të rënda penale, dikur sulmonte njerëzit nga origjina, i sulmonte nga origjina dikush që vetë është nga paraspuari i njësisë administrative Tërpan në Derat, një fshat që ka një distancë prej 121 kilometrash nga Tirana. Veliaj nga paraspuari erdhi dhe u bë kryetar bashkie në Tiranë dhe hiqet si Tiron si vjetër. Në Tiranë, Veliaj u bë kryebashkiak jo për arsye të origjinës së tij, por për shkak të konjunkturës politike, me dy prindër ushtarak të kohës së diktaturës. Erion Veliaj nga paraspuari del dhe sulmon njerëzit për origjinën e tyre. Sulme këto që kryebashkiaku i arrestuar i bën nga mos plotësimi i tij personal. Jo, Anisa e Vitkuqit letiris 2 fëmijët e saj siç i risin të gjithë, jo me gjoba, deklaronte dikur Veliaj. Në përgjime të bëra në burgun e Durrësit, ku ndodhet që prej shkurtit të vitit 2025, të publikuara nga SNA, Veliaj i referoi ministrit të brendshëm të asaj kohe, Ulsi Manja, si katundari i ndyr. Kryebashkiaku i Tiranës me origjinë nga fshati paraspuar e përdor këtë fakt si term fyes për persona të tjerë. Erion Veliaj e ka kompleks origjinën e tij dhe ai e ka shfaqur këtë kompleks në deklaratat e tij. Po ashtu, Erion Veliaj në një intervistë disa viteve më parë doli dhe ofendonte djemt shqiptar, duke ju referuar si zdromsa, etiketimi i cili më pas ju kthye në bumerang, pasi me fjalën zdroms të përdorur nga ai vet është Veliaj që etiketohet tani. Çunat shqiptar janë zdromsa komplet. E kam seriozisht, pati thënë Veliaj në një intervistë para disa viteve. Një tjetër rast ku Veliaj fyen qytetarët është edhe në protestat e zhvilluara për Unazën e Madhe. Teksa qytetarët protestonin për banesat e tyre në Astir, Veliaj ju referua atyre si shpellar dhe barbar që duan të shkatrojnë, apo rasteve të protestuesve të teatri kombëtar, që i etiketonte si njerëz që s'kan lar syt. Edhe për bulevardin e ri ishte e njëjta parti, shpellar që shkatrojnë, deklaronte Veliaj. Kryebashkiaku i arrestuar Erion Veliaj i ka quajtur protestuesit ndaj tij si delirant. Kujtojmë këtu rastin e protestave te parku i liçenit artificial, ku referohet si tuf delirantësh që kacaviren për të dalë në televizor. Një tuf delirantësh që kacaviren për të dalë në televizor, deklaronte Veliaj për protestuesit te parku i liçenit artificial. Një tjetër kompleks që ka kryebashkiaku i akuzuar për 5 vepra të rënda penale është shkollimi, kompleks të cilin e shfaq duke sulmuar personat e tjerë. Diploma dhe shkollimi i Erion Veliajt kanë qenë gjithmonë temë debati me disa hije dyshimi. Erion Veliaj, një njeri i cili ka vetëm një diplomë të nivelit bachelor, sulmon individ që janë shumë më të shkolluar se ai. Mund të marrim si shembull këtu padinë e tij qesharake në administrative ndaj prokurorit Ols Dado, ku pretendon se Dado nuk ka kryer shkollën e magjistraturës. Veliaj kërkon që Dado të mos jetë prokuror i posaçëm, pasi nuk ka kryer magjistraturën, ndërsa Veliaj vet ka thjesht një bachelor. E konfirmuar kjo edhe nga Universiteti Grand Valley State në një përgjigje për CNA. Një diplomë me të cilën Veliaj, sipas legjislacionit, nëse do të punonte në administrat, do të ishte thjesht një vartës i ndonjë specialisti apo vartës i ndonjërit prej drejtorëve të tij të pesdos. Ndërsa prokurori Ols Dado ka përfunduar shkollën me nota të shkëlqyera, është emëruar avokat, prokuror. Erion Veliaj nuk e pranon dot që dikush të jetë më i aftë se ai, më i shkolluar se ai, dhe e ka shfaqur qartë këtë kompleks tjetër të tij, ashtu si kompleksin e origjinës. Kryebashkiaku i arrestuar për 5 vepra të rënda penale, Erion Veliaj sulmon individët për karrierën e tyre. Bën sulme për karrierën një person i cili, duke ju referuar shkollimit që ka, të cilin, siç e përmendëm edhe më sipër, nuk mund të bënte asnjë karrierë tjetër përveç se karrierë si vartës i ndonjë specialisti në administrat. Kaq, asgjë më shumë. Duke u ndalur sërish te rasti i prokurorit Ols Dado, kujtojmë këtu se si Veliaj ka hedhur akuza për emërimin e Dado si prokuror, apo vekalimin e vettingut, duke shkuar deri te padia në gjykatën administrative apo lobimet në departamentin e shtetit. Prokurori Ols Dado është emëruar sipas të gjitha kritereve ligjore dhe ka kaluar me sukses të gjitha shkallët e vettingut. E ndërsa Erion Veliaj që e sulmon ka bërë karrierë politike si ministër apo kryetar bashkie, jo për aftësi apo shkollimin e tij të jashtëzakonshëm. Erion Veliaj ka bërë karrierë në sajt të partisë së tij, PSOS. E nisi nga mjafti, ku protestonte ndaj Partisë Socialiste,
E më pas, u fut në gjirin e Partisë Socialiste, e cila dhe e solli në pushtet e i dha poste. Veliaj e ka kompleks karrierën dhe nuk e pranon dot që të tjerët kanë bërë karrierë me aftësitë e tyre personale, pasi ai vetë dihet sa vlen. Kujtojmë kandidimin e tij në zgjedhjet parlamentare të vitit 2009 dhe nuk arriti të merrte as 1% të votave. Më saktësisht, në zgjedhjet e 2009-s, partia me të cilën ai garonte mori vetëm 0.86% të votave. Me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, Erion Veliaj, për egon e tij personale apo për komplekset e tij, sulmon individ për origjinën, shkollimin apo karrierën.